Haxhi 2015. Në organizimin e Agjencionit Turistik Mimoza 93 në bashkëpunim me Këshillin e Bashkisë Islame për Preshevë, Bujanoz dhe Medvegjë, sot është bërë nisja 57 haxhilerëve të parë nga Presheva, ku do të vizitojnë vendet e shenjta islame. Një numër i madh i qytetarëve kishin dalë që të përcjellnin të afërmit e tyre për në haxh, ku në fatyrat e tyre shiheshin lot gëzime që po përcjellin të afërmit e tyre, të cilët do të vizitojnë vendet e shenjta islame së në Mekë dhe Medinë. Haxhilerët sikurse viteve të tjera dhe këtë vit janë nën përcjelljen e Hoxhës Lukman Ibrahimi, si dhe mjekun i cili do të përkujdeset për shëndetin e tyre. Hoxha Lukman Ibrahimi për Radio Televizion Nardi tha se sikur viteve të tjera dhe këtë vit janë bërë të gjitha përgatitjet për nisjen për në haxh, si nga ana e haxhilerëve, po është edhe nga vetë agjencioni turistik. Sot prapohet nisja e haxhilerëve këtë vit për vitin 2015. Ju jeni udhëheqës pra si çdo vit e kaluar dhe këtë vit jeni udhëheqës e haxhilerëve. A mund të na thoni se janë bërë të gjitha për përgatitjet në përgjithësi për nisjen e sotme? Po na sikur çdo vit edhe në këtë vit janë bëhën gjitha gati, gjitha me viza, me hotele, me gjithë sigurimet që i kena bërë dhe ushqimin që e kanë atje, janë gati. Ma merr mendja se jemi në vazhdën e çdo viti që e bojmë, edhe këtë vit do të jemi më mirë se vitin e kaluar, si çdo vit që përmirësohet që e bojmë kushte më të mira, në këtë vit mendoj se jemi edhe më të përgatitur, se nuk është kjo që e bojmë sefte, por vetëm e kemi bërë traditë mu këtë vit, këtë punë. Shpresoj dhe mendoj që në këtë vit do të jemi edhe më të përgatitur. A ka këtë vit risi apo janë njëjtat venda të vizitohen për të haxhilerët? Ja, vendet janë ato që do të bëhen çdo vizita, më së pari që do të shkojmë në Medinë te xhamia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që do të rrim aty 8 ditë dhe më andaj në Mekë. Nuk ka diçka risi, se haxhi ka çato rite që ka çdo vit, edhe ne do të mundohemi vetëm që t'ja bëjmë ma letë haxhive për çdo vjet, që t'ja lehtësojmë, ato rite t'ja lehtësojmë, t'ja bëjmë ma të lehta. Sa është interesimi haxhilerëve që të shkojnë në haxh, apo kemi ngritje apo rënje krahas me vitin? Ka ngritje, prej vitit kaluam ne vetëm e kemi numrin të dyfishuar këtë vjet, edhe pse ka pasën edhe tjerë të interesuar, diku edhe një 10 vetë të cilët nuk kemi mujtën me marrë, nuk kemi pasën mundësi, po inshallah kanë mujtën me gjetë vend, tjera vende, tjera organizate dhe tjera organizime, e inshallah edhe ata ja ka mundësuar Zoti me ardhen në këtë vit, se po them se ne diku një 10 vetë, jo është që në këtë vit i kemi refuzuar pse s'kemi pasën vend më tepër, se e kemi dyfishuar në këtë vit numrin prej viteve tjera. Faleminderit dhe rruga mbarë. Faleminderit juve që çdo herë na përcjellni dhe jeni këtu me ne. Faleminderit. Nexhet Kadriu, drejtori i Agjencionit Turistik Mimoza 93, tha se sikurse viteve të tjera dhe këtë vit janë bërë të gjitha përgatitjet për nisjen për në haxh, edhe ky vit është vit më i suksesshëm sepse të gjitha përgatitjet i kemi bërë më shpejt dhe mirë. Gjitha përgatitjet i kemi bërë, edhe këtë vit i kemi 57. Do me thonën neve gjithmonë i kemi bërë përgatitjet më herët, që ish para një mujt e kemi pas mbyllin, dhe sot punismi me të pensin, nesër e ka në aeroplanin për Istanbul, do me thonë edhe këthimi është me nëze e teti, me nëze e noni më rejnë a gjitë. Këtë vete kemi bërë organizimin shumë matë mirë se vite tjera, me kojimi ki vaksinimin, vizët, të gjitha. Hotelet i kanë shumë me katërie, me 3 suedeze, kështu që me të vërtet ja kemi arritën po mendimin e Zotit. Ka risi këtë vit apo janë vende të tjera të njëjta që do të? Jo, janë në risin këtë vit. Janë me 3 suedeze thash, janë hotelet me 4 yje. Do me thonë hotelet më të mirë që ekzistojnë. A ka ngritje apo rënje të numrit të interesuar? Jo ngritje, ka pas edhe më tepër ngritje, po këtu gjithëre mësohen me vonesë, se dhe 20 e kusur kanë metën pa ardhën të na, po na kemi mbyll numrin që ish para një mujt. Se neve shkojmë më së pari në Medinë, tani shkojnë Mekë, atë tjerë të shkojnë Mekë, tani në Medinë. Na gjithëre e çojmë traditët tona të lashta. I përgëzoj të gjitha haxhilerët, inshallah shkojnë e mirë rahat, ashtu që e kanë programin e kanë plot, i dëshiroj suksese dhe shëndet. Nexhmettin Saqipi, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame për Preshevë, Bujanoz dhe Medvegjë, tha se janë bërë të gjitha përgatitjet për shkuarjen për në haxh, ku kemi një bashkëpunim mjaft të mirë këtë vit me Agjencionin Turistik Mimoza 93. Po, si gjithëherë, Bashkia Islame për Preshevë, Bujanoz, Medvegjë, është tradicionalisht që edhe 2 vite organizojnë haxhin
dhe gjithçka që ka të bëjë me përgatitjet. Mirë po në këtë vit është një veçantë se neve si institucion fetar që ndërkombëtarisht po shije se po pranohemi para botës islame, ne kemi arritur që të sigurojmë vizat si gjithherë, por në këtë vit është diçka e veçantë se kemi bërë një bashkëpunim të mirë me agencinë Mimoza dhe shifës se është një rezultat i çmueshëm ku vetë duket se qëllimi jonë është për me realizu haxhin sa më mirë për qytetarët e Luginës. A këtë vetë apo të janë vendet njëjta që të vizitojnë vendet e shtetit islame? Haxhit e kësaj e Mimozës për herë të parë do ta vizitojnë Medinën dhe atje do të qëndrojnë disa ditë, por kjo është fillimi, domethënë nisja e parë e haxhive të Luginës Preshevës me një institucionale. Pas me 15 prapë do të jenë edhe organizimi i ditë që do të jenë aty. Faktikisht kjo është një organizim shumë i mirë dhe ne mundohemi që qytetarët e Luginës mos kenë më probleme të ardhshmën në mënyrë profesionale, institucionale që të malltretohen, jo të ekzistojnë streset, a mund të shkohet apo jo, ka vizë, ka apo jo, po na qëllimi jonë si institucion është që njerëzit shkojnë haxh mirë, shnosh rahat dhe të kthehen me të mira. Me siguri do të vazhdoj edhe do të bëhet shumë më i fuqishëm, më i fortë, për shkak se sa më të organizimi jemi, sa më të bashku të jemi, haxhit të tanë do të kalojnë atje kohën e haxhit sa më mirë dhe sa më bukur. A qëllimi jonë institucional është që haxhit e Luginës janë të rahatshëm. Falenderojmë edhe drejtorin për shembull që ka hasur mirë kujtim, edhe kemi bërë një bashkëpunim shumë të mirë, edhe shifës në këtë vit shumë pak është fol për dyshimet ato të bëhet kjo apo probleme që të ekzistojnë. Pra, inshallah Zoti i ndihmon që të kalojnë sa më mirë, edhe qëllimi jonë si institucion është haxhit që shkojnë shnoshe mirë edhe të na kthehen me luqet e tyre, me këtë ato që të bëjnë për hir të Allahu xhaleshan, me qëllim që të ndikon për të mirën e Luginës së Preshevës. Zoti inshallah i ndihmon, edhe juve faleminderit. Po ashtu ndjen mjaft të kënaqur këta udhëtar që po nisën për në haxh. Ata ndjen mjaft të lumtur që ka dhënë mundësia për të vizituar këto vende të shenjta islame, si në Mekë dhe Medinë. Kjo është hera e parë për neve. I falenderojmë djemve që na kanë mundësuar, se gëzimi i madh është pasi që herën e parë shkojmë. A mund të thonë se a keni bërë gjitha për përgatitjes kontrollit të mjekut, po gjitha me agencionin Mimoza na kanë thirrën me kohë, të gjitha përgatitjet edhe me vakcinime, me viza, me krejt, jemi të gatshëm për udhëtim. Sot pra po nisni për haxh, a mund të thonë se është hera e parë kjo apo keni qenë herave tjera? Kjo është hera e parë për mua. Inshallah Zoti ja sjell edhe qerve me shku sukur neve që na ka rradha. I faleminderoj djalin edhe rejen që ma kanë mundësu me shku. Zoti është për bleft ata, edhe neve na i both ka bojë. Keni bërë gjitha për përgatitje të kontrollimit të mjekut? Këto janë krejta në rregull, dhe që e prit nisjen prej këtu deri në Stamboll dhe deri në vendet e bekumit Zotit. Rruga Mbari. Faleminderit për juve që na morët në intervistë. Miru pash. Sot pra po nisni për haxh, a mund ta thonë se është hera parë apo keni qenë herave tjera? Hera dytë është. Hera dytë, për çdo. A keni bërë gjitha përgatitjet? Gjitha përgatitjet, jena dajt të kënaqur me kompaninë Mimozën, edhe me udhëheqin Lukmanin, nuk e ndruan kompaninë përsëri bashkangjiton Mimozës. Cilit vende do të vizitoni atje? Pas pari herë do të shkojmë në Medinë, pastaj në Mekë. Ka njerëz që si potencia, cilit jetë mesazhi juaj? I dëshirojmë që gjithë që kanë dëshirë t'ja sjellë Zoti ta shohin atë vend, se sigurisht se ka me pas përshtypje të mëdha. Allah, sillja Zot gjithë muslimanëve, këtë rrugë të hajrit e udhë mbari kof gjithkund ja Rabbi. Ja Resulullah, ja Biba. Hera e parë që po nismi për këtë rrugë. Inshallah Allah i na ndihmon dhe na lehtëson këtë rrugë. I kemi bërë gjitha përgatitjet që kemi përgatit për udhë. Po unë shkoj s'dyti herë që shti, jam i kënaqur shoqër që ma ka sjellë Zoti, inshallah gjithë muslimanët i shohmi natë. A keni bërë gjitha përgatitjet? Po jemi bogati, po shoqër me ka këtë të gjitha. Veç inshallah shneti na punon të gjitha. Cilit vende do të vizitoni atje? Po, një herë në Medinë kismet, anë do shkojmë në Mekë, pi Mekës tanë ta kshyrmi. Haxhi është obligim dhe njëri nga 5 kushtet e Islamit.